Përshëndetje, jemi në Tiranë, në mes të bllokut në lokal vintazh me një nga bashkëpronarët. Përshëndetje. Përshëndetje, unë quhem Marsita Goseni. Jam këtu drejtoj lokalin bashkë me Tim Vlla. Ai është administratori ndërsa unë jam e deleguara e tij. Atëherë e kemi hapur këtë ambient, këtë lokal me idenë. Para se të kishim lokalin, kemi pas një dyqan verërash që e sillnim nga Spanja. Ideja e lokalit është, duke qenë se me verat funksionoi goxha mirë, u pëlqye shumë si produkt, menduam që të kishim një ambient tonin ku ta servirnim dhe t'i merrnim komplimenta direkt nga klientët. Verën e shoqërojmë, vjen e shoqëruar me prosciutto dhe djatra që vijnë po nga Spanja. Nga vjen vera që serviren lokalit tuaj? Vjen nga Spanja, nga një zonë katalane, nga Barcelona. E marrim, do me thënë jemi dorë e parë. Unë di që në fundjava këtu organizohen mbrëmje me muzik live. A keni ndonjë program për verën ose për këto javë në vazhdim? Po, kemi organizuar muzikë çdo fundjavë ka qenë me muzik live. Kemi pas një Dilar Çaba që është një djalë liri që sa ka dalë nga Akademia e Arteve. Të verës që importoni direkt nga Spanja. Mund gjendet diku tjetër kjo? E shërbeni në mënyrë tjetër? Do me thënë, tregtohet vera juaj? Po, e tregtojmë, do me thënë, verën e tregtojmë dhe e shpërndajmë vetë me sasira të mëdha. Në për lokale të ndryshme dhe di që shpërndahet dhe jashtë Tiranës. Në restorante që janë mos gaboj, nuk e di në Labinot mos gaboj, se nuk e mbuloj unë atë fush. Atëherë, cili mendoni që është cilësi i suksesit të biznesit tuaj? Kalimi nga një dyqan vere te një lokal shumë i qetë dhe shumë komod. Si e mirë e verës. Mendoj unë. Po kemi dhe me pjesën e shërbimit. Po kemi edhe një staf goxha të mirë, çunat i kemi shumë të komunikueshëm, të sjellshëm. Nga lindi ideja që ju të merrni verën që të vite pikërisht nga Spanja dhe një verë shumë cilësore. Do flas për këtë pjesën që aty ka qenë vuaj, ka punu shumë kohë, është marrë me këtë verë dhe ai e sa. Imba ka punu për gati 8 vjet ka jetuar në Spanjë. Përpara se neve ta merrnim verën, do me thonë është po një kushurir jonë që e ka sjell më përpara se ne. Do me thënë thjesht ka kaluar, është e njëjta verë, thjesht ka kaluar nga kushuriri, do me thënë që e kemi marrë neve pastaj si aktivitet. Po gjatë ditëve të javës deri në çfarë ore mund të jeni të hapur që njëri mund të vi këtu të konsumojë? Lokali dita fillon në orën 7 dhe deri kur t'i klienti i fundit. Mund të qëllojnë 12, mund të qëllojnë 1, 2, mbarët. Do me thënë si orar zyrtar është 7 me 11. Ndërsa, po të nisësh për shembull që ta lesh klientelën në rahat, i bie kur të doj. Mund të rastisi që darkave vonë mund të marrë dikush në telefon edhe thota ka verë edhe vjen. Ndodh vërtet se unë ngjes nga që jam vetë e para që vi këtu, ngjes më rastis që shoh tavolinat me gotat e verës akoma të pangritura. Çfarë mesazhi keni për klientët e lokalit tuaj? Për klientët që janë, unë do doja t'i falenderoja. Për klientët besnik tanë, do doja t'i falenderoja që nuk na kanë braktis, edhe na kanë her pas here na falenderojnë për shërbimin, për verën, për stafin dhe për mënyrën, kjo është e vërtet, nuk po shtoj. Për stafin, ndërsa për ato që nuk janë bërë akoma pjesë jona, i ftoj që t'jenë, duke qenë se ofrojmë një verë shumë të mirë, shërbim kualifikum, ambient relaksus. Faleminderit, ne ju urojmë shumë sukses. Faleminderit.